Nga statistikat që ka institucioni i Avokatit Popullit deri tash në institucion nga fillimi i vitit, janë paraqitur 899 ankesa, që tregon që është një numër parafërsisht i njëjtë me periudhën e vitit kaluar, pra nuk ka pas rramje, një rritje e lehtë, po jo shumë e ndjeshme. Dhe të e marrë parasysh situatën e përgjithshme edhe sociale edhe gjendjen e qytetarëve, mendoj që ky numër kishte qenë edhe më i madh nëse kishin me funksionu të gjitha institucionet, edhe parlamenti dhe edhe kishin mos zgjedhë institucione tjera dhe ish rrit dinamika e punës së administratës shtetit, sepse sa më shumë punon shteti dhe administrata, aq më shumë raste paraqiten te ne, nga se palët ballafaqohen me kërkesat përditshme ku ata mund mu të trajtu në mënyrë të pabarabartë ose që ju kanë cenu të drejtat e tyre. Numri më i madh i ankesave kanë të bëjnë me mungesën e përgjigjeve në kërkesat e qytetarëve. Tani kemi filluar me pas një trend të rritjes së ankesave për shkak të mos përgjigjes së administratës në raport me kërkesat e qytetarëve. Dhe kjo natyrisht është shumë shqetësuese, sepse përveç se tregon një mungesë kadishmërisë me zbatu ligjin, ligji për procedurën e përgjithshme administrative referon një obligim që kanë autoritetet me ju përgjigj në afate ligjore të gjitha kërkesave. Mungesa e përgjigjes nga autoriteteve po rrit edhe numrin e rasteve gjyqësore dhe pastaj na vazhdimisht ndër vite shqetësimin e dytë ose bazën e dytë të ankesave kemi në raport me zvarritjet e procedurave gjyqësore, gjë që si problem po vazhdon me qëndru shumë shqetësues vit pas viti. Në aspekti tretë i ankesave që dominon aktualisht për këtë periudhë vjetore sa po raportojmë, ka të bëjmë me çështjet sociale dhe çështjet shëndetësore. Mungesa e ndërtimit ose zbatimit të ligjit për sigurimet shëndetësore ka bërë që qytetarët mu ballafaqohen me vështirësi të serioze në marrjen e shërbimeve shëndetësore, mungesa e banave nga lista esenciale, si me thënë, kushtet e vështira dhe pa përballueshmëria e kosteve të shërbimeve mjekësore dhe shumë aspekte tjera që ndërlidhen me një çështje që besoj është jetike dhe është tepër e rëndësishme që secili qytetar mund i sigurt nëse ka nevojë me marrë ato shërbime me i pas. Përveç çështjeve shëndetësore, çështjet sociale janë paraqit si shqetësim tepër i madh këtë periudhë kohore. Kategoria më e cënueshme dhe më e ndjeshme e shoqërisë po na del me qenë të moshumit, personat që janë mosh, pensionistët dhe tjerët. Aktualisht niveli i standardit jetës së tyre është i rrezikum. Numri i madh i pensionistëve dhe i të moshuarve nuk arrin me i përballu as koston e banave, shpenzimet që ju duhen për medikamente. Rezultati hetimeve që ne kemi kryer kanë treguar që fëmijët ballafaqohen me shumë, si me thënë, mungesa të shërbimeve që shteti ka detyrim i ofru, por edhe të sigurisë edhe të shëndetit tyre. Në raport me dhunën shkolla kemi pa që gjeturat kanë treguar që dhuna shumë e përhapur, mekanizmat institucional nuk po funksionojnë në parandalim dhe në trajtim të këtyre rasteve. Ka sa duket një numër i madh i shkollave i mbajnë brenda mbyllur këto raste. Pesha e çantave të shkollave na ka dalë që është shumë fish më e madhe se sa pesha e lejuar sipas organizatës botërore të shëndetësisë. Ajo ka ndikuar që fëmijët tanë me pas probleme shëndetësore, devijime në shtyllën korrizore e probleme tjera. Gjithashtu edhe për shëndetin mendor të fëmijëve kemi pas një hulumtim që ka treguar që ka mungesë të shërbimeve, sidomos në identifikim dhe parandalim të hershëm, gjë që konsiderojmë që është një alarm për autoritetet e publike të vendit tonë.